Lajme Flash në Albania FM Radio. Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju ftoj ndihni flashin informativ të orës 16:30 Shqipëria nuk do të jetë këtë vit pjesë e sesionit të 9 Asamblesë Parlamentare të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, pavarësisht se ftesa për pjesëmarrje ka mbërritur në Kuvendin e Shqipërisë për kryetarin Ilir Meta. Këshilltari për politikën e jashtme i kryeparlamentarit Meta, Ralph Gjoni, në një prononcim për mediat shpjegon se mungesa e Shqipërisë këtë vit lidhet me mungesën e buxhetit për agjendën e ngjeshur të kryetarit të Kuvendit. Ne nuk e kemi refuzuar këtë ftesë, por thjesht parlamenti nuk ka marrë dot pjesë në këtë aktivitet multilateral, ashtu siç nuk kemi marrë pjesë dot as në Asamblenë Parlamentare të Unionit për Mesdheun, që është zhvilluar në Jordani disa javë më parë, apo si nuk kemi marrë pjesë edhe në disa aktivitete të tjera, shprehur Gjoni. Arsimimi dhe trajnimi ushtarakëve shqiptar në shkollat dhe akademitë ushtarake të Britanisë së Madhe për ne është shumë e rëndësishme, ka thënë ministri i Mbrojtjes Mimi Kodeli. Deklarata e zonjës Kodeli u bë gjatë një takimi të saj me komandantin e marinsave mbretëror britanik, General Major Ed Davies, i cili ndodhet në vendin tonë për një vizitë zyrtare në kuadër të marrëveshjes bilaterale Shqipëri-Britania e Madhe. Ministri i Mbrojtjes zonja Mimi Kodeli vlerësoi mbështetjen dhe ndihmën që Britania e Madhe i ka dhënë Shqipërisë dhe forcave të armatosura shqiptare në rrugën e integrimit euro-atlantik, duke nënvizuar se edhe kjo vizitë është shprehje e këtij bashkëpunimi në rritje ndërmjet dy vendeve tona. Kosova ishte djepi i dhimbjes së madhe, ishte vendi që u përball me krimet më të egra të pas luftës së dytë botërore, por kjo është një arsye më shumë që ajo sot dhe nesër të jetë një shtet evropian ku shlintërimi të drejtave njerëzore, demokracia, sundimi i ligjit dhe bashkëjetesa mes etnive të jenë në shkallën më të lartë. Kështu deklaroi kryeparlamentari Ilir Meta në një letër urimi dërguar homologut të tij kosovar Jakub Krasniqi për përvjetorin e 6 të pavarësisë së Republikës së Kosovës. Eurokomisionieri për zgjerimin Stefan Füle do të vizitojë sot Sarajevën, ndërkohë që përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, zonja Catherine Ashton, pritet në kryeqendrën bosnjake në fund të javës së ardhshme, njoftoi delegacioni i Bashkimit Evropian në Bosnjë-Hercegovinë. Füle është përfaqësuesi i parë evropian që viziton Sarajevën pas trazirave disa ditore sociale në këtë vend. Ai deklaroi se me shqetësim të madh po ndjekin ngjarjet më të reja në vend dhe theksoi se nuk është koha për konfrontime mes liderëve politik në Bosnjë. Tani është momenti që secili të marrë pjesën e vet të përgjegjësisë, deklaroi ai. Një ditë më e mirë e njerëzve dhe funksionimi më i mirë i shtetit është qëllimi ynë i përbashkët, ka theksuar Füle. Kriza e gjuhës amtare në parlamentin e Bullgarisë. Obligimi i përdorimit të bullgarishtes në fushat zgjedhore në këtë vend është bërë shkak për anulimin e seancave plenare. Në ligjin zgjedhor që është duke u diskutuar në parlamentin e Bullgarisë, ndalimi i përdorimit të gjuhëve të tjera në përjashtim me bullgarishten gjatë fushatës elektorale ka shkaktuar reagimin e partive të tjera në vend. Propozimi për përkthim gjatë fushatave i Lëvizjes për të drejta dhe liri MRF, që përfaqëson Turqiet në Bullgari, u kundërshtua me 116 vota kundër 36 votave. Obligimi i përdorimit të bullgarishtes në fushat zgjedhore në këtë vend u përball me reagimin e fortë të kësaj partie dhe arriti në anulimin e seancës plenare. Presidenti italian Giorgio Napolitano pritet të caktojë sot liderin e qendrës së majt Matteo Renzi si kryeministër të ri të shtetit. Renzi ka premtuar se do të përshpejtojë reformën ekonomike dhe politike pasi largoi bashkëpartiakun Enrico Letta nga kryeministria. Në moshën 39 vjeçare, ai do të bëhet italiani më i ri ndonjëherë që drejton qeverinë, duke e mundur për pak javë diktatorin fashist Benito Mussolini kur kishte marrë aso kohë pushtetin. Renzi ka nisur takimin me presidentin Napolitano në pallatin presidencial në Rom, ndërsa pas takimit pritet të bëhet publik emërimi i tij në krye të qeverisë italiane. Të nderuar dëgjuesë, në flashin e ardhshëm informativ mirë dëgjofshim, por ju rikujtojmë se për më tepër ju mund të na ndiqni edhe në faqen tonë në internet në gazetamendimi.com. Dëgjuat Lajme Flash në Albania FM Radio.